beteja e tyre e ka gjetur duket një armik të ri, e kjo është mërgata jonë. Dhe kjo luftë ndaj tyre nuk ka filluar sot. Në zgjedhjet e kaluara kemi dëshmuar se ka parregullsi dhe manipulime të votave me postë, por që prokuroria nuk u mor asnjëherë me ta. Në takimin ton për caktimin e datës, të gjithë një zëri e kundërshtuan 28 dhjetorin. Fillimisht thoshin 7 e 14 dhjetor, kur e panë që kjo është objektivisht e pamundur, insistonin të 21 dhjetori. Pra thjesht dëshironin që mërgatat mos votoj. Si mund t'jesh i gëzuar që nuk po voton ai i cili e ka lënë vendlindjen jo nga qefi, po nga zori. Qoftë nga persekutimi politik apo nga skamja ekonomike. Si mund gëzohesh që ata nuk do të votojnë? E kjo është situata pra në cilën ndodhemi ne, dhe kjo është për shkak të frigës që e kanë nga mërgata. Nuk duan që mërgata të jetë pjesë e vendimarrjes dhe prandaj e kërkonin aman çfarë do date tjetër përveç datës 28 dhjetor. Të njëjtit të dashur qytetarë, pra PDK, LDK, AK, Lista Serbe, kanë votuar që t'ja mundsojnë mërgatës të votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë votuar kundër që t'ja mundsojnë të votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë organizuar hapësira shtesë në mënyrë që mërgatat ta ketë këtë mundësi të marrë pjesë masë më të madhe, por të votuar fizikisht jashtë vendit, por subjektet opozitare ne dim që e pamundsuan këtë në vitin 2021. Sot më në fund kjo miratua, por PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe votuan kundër. Pra për kundër votimit të tyre kundër u miratua hapësira shtesë për votime edhe jashtë ambasadave, konsulatave, që fizikisht e bëjnë të pamundur fluksin e qytetarëve tonë atje. Njëkohësisht DNKQZ votua për t'u vështirësuar mërgatës edhe mundësinë minimale të votimit me postë. Kujtojmë që në balotazhin e 9 nëntorit, tash si vjet pra, mbi 60% e mërgatës të regjistruar nuk arritën të votojnë për shkak të vonesave të rënda në dërgimin e zarfeve, shumë prej të cilëve po arrin qytetarëve edhe 2 javë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Në vend se ky dështim të shërbente si mësim për ta lehtësuar procesin, u tentua përsëri të pamundësohet votimi përmes postës, duke u refuzuar dërgimi elektronik i fletvotimeve të enkriptuara me 12 dhjetor, një procedurë e cila do t'i mundsonte mërgatës votonte me kohë deri me 27 dhjetor, pra të shtunën një ditë para se mbahen zgjedhjet. Tash komunikimi zyrtar me sekretariatit të KQZ-s dhe shërbimeve postare, publike e private, konfirmon se dërgimi fizik i fletvotimeve nga Kosova është shumë vështirë i realizueshëm. Shumica e zarfeve nuk arrin para datës 5 janar. Në thelb të dashur qytetar, kjo opozit po e pengon votën e mërgatës, të drejtën e mërgatës për të votuar e që është e drejtë kushtetuese. Dhe fatkeqësisht këtë po e bën në sinkronizim me Listën Serbe. Përputhja në votime e opozitës kosovare me Listën Serbe përbesë është e frikshme. Pra nuk është duke ndodhur ky sinkronizim veç në Kuvend të Republikës, ku votonin kundër Albulenës, votonin kundër meje, votonin kundër Glaukut, e veç vrejnë me kujdes. Kur ishte në pyetje Lista Serbe, maksimumi kundërshtimit tyre është abstenimi. Këta kundër Listës Serbe nuk votojnë. Maksimumi është abstenimi. Ndërkaq zelli me të cilën votojnë kundër Albulenës, Glaukut dhe meje. Ky sinkronizim Kuvend të Republikës në fakt është i përcjellur edhe institucione tjera, siç është Komisioni Qendror Zgjedhor. Prandaj këto zgjedhje janë te e rëndësishme dhe nevojitet suqelësi dhe nevojitet pjesëmarrje masive. Në thelb ne po përpiqemi që ta bëjmë